Mirëmëngjesi edhe një herë për të gjithë ju që sapo jeni zgjuar dhe keni nisur ditën në Info Plus, në Star Plus Televizion. Sot do flasim për kampionatin e sportit tek të rinjt. Një kampionat që përfshin shkollat publike dhe private, dhe është diçka shumë e bukur. Një kampionat gjithëpërfshirës që të rinjt mezi e presin dhe sot unë kam dy të ftuar shumë special që do të flasin për këtë kampionat. Është me mua në studio Gledis dhe Andir. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi. Faleminderit që jeni sot me mua dhe faleminderit që jeni një grup të rinj që sillni gjithmonë gjëra speciale. Kënaqësi me kanë pjesë këtij emisionit. Dua ta nis me ty. Dua të më tregosh më shumë se çfarë përbën ky kampionat. Ky kampionat ishte një nismë fillestare, ishte qëllimi që unë morra pjesë në Këshillin Vendor Rinor. Ideja ishte që me përfshit të rinj në sporte, ishte një gjë super e kërkuar, sidomos nëpër gjimnaze, edhe sa po përmend ideja, po u konfirmu, ishte të gjithë anën dakord të kishim mbështetje nga të gjitha gjimnazet, të na dhanë konfirmimin për me marrë pjesë në atë kampionat që ishte shumë pozitive fillimi i saj. Po ty Gledis, si të lidhi kampionati, si të lidhi, çfarë ishte nisma që ti more pjesë dhe u bëre pjesë e këtij kampionati? Mu më ka pëlqyer gjithmonë sporti, jam marrë rëllon me sport më vogël, me volejboll, me basketboll, edhe sa po u propozu kjo ide isha shumë e gatshme për me dhënë kontributin tim edhe mu angazhu sa më shumë me kanë aktive. Andir, mund të tregosh pak a shumë se sa ekipe marrin pjesë, se si funksionon pjesa që janë pra 2 ekipe volejbolli, mos gaboj, dhe një ekip futbolli vetëm për djemt. Po. Si ndahen këto ekipe? Atëherë kena fillimisht këtë vit kena 3 kategori, ku në futboll luajnë vetëm djemt, ndërsa në volejboll kemi kategorinë e vajzave dhe kategorinë e djemve. Te kategoria futbollit kena pjesëmarrjen më të lartë, 14 gjimnaze. Në volejboll djem kena 11 gjimnaze, ndërsa në volejboll vajza kena 8 gjimnaze që marrin pjesë. Si shpjegohet që në futboll ka më shumë? Ndoshta futbolli është sport që përqehet dhe është më gjithëpërfshirës? Është edhe se kampionate më përposhme të shkurta të vogla si turne janë bërë në volejboll, ndërsa në futboll nuk është se janë realizuar shumë. Edhe futbolli është shumë i kërkuar sidomos te djemt. Patjetër. Gledis, si e shikojnë të rinjt këtë pjesë? Dua ta di, jam shumë kurioze, si e presin, ka entuziazëm të madh, kërkohet, ju shkruajnë që kur do të realizohet, apo ka një datë fikse që organizohet? Atëherë të rinjt e presin shumë mirë, sepse duhet me përmend faktin që është hera e parë që në Shkodër bëhet një kampionat kaq i madh, edhe të rinjt kanë thënë që faleminderit që na keni bërë sepse kena nevojë për mu angazhu në për këto aktivitetet, edhe cili aktivitet më mirë se sporti. Sporti lidhet shumë me Shkodrën, që të rinjt kanë shumë entuziasta. Janë datat fikse që si mas një kalendari zhvillojnë edhe meshit, edhe janë që me zej presin, dhe me thënë, i kalon ta njava duke prit një ta meshit për me i ba. Kur ka filluar, në cilë fazë jemi pra për momentin që flasim? Jemi në fazën e akoma të eliminimit, po. Të eliminimit. Ka pasur ndonjë ekip që ka qenë surprizues këtë kampionat? Po, me thënë drejtën të futbolli është ekipi i shkollës nga Velipoja Nikol Zagorjani, ka arrit me fitu me gjimnaze me emër në për sport si është 28 nënori, edhe me lojë shumë bindë se jo vetëm rezultat. Që dësha me thonën është që shumë vetë në shkrujnë, ja mundën i kështu edhe mësusa, jena të marrë me gjimnaze për me vendos orare që i lejojnë atyne që me kënë të plot. Ne jena kërkuj me realizu sa më bukur këtë kompeticion edhe jena sa më të pasër me tjertë. Sa mirë të bënd të ndihesh kur e shikon që ka edhe shkolla dhe mësues që përkushtohen shumë për këtë kampionat, dhe si është ndjesia që ti realizon diçka që një shkollë e tërë me zi e pret dhe përgatiten për ta bërë këtë gjë. Është me të vërtet një kënaqësi që shefët të mësuesit, të në shkollat, në nxënësit që njohin mundin tënë që ke bërë për këtë kampionat, edhe të afrohen, të ndihmojnë, edhe të thojnë të krijojnë mbështetje që shumë mirë, a ke nevojë gjë, a është diçka problema, mundem me rregullu diçka. Kjo është një gjë shumë pozitive. Si realizohet pjesa e përballjes? Pra skuadrat janë me një short, nuk e di tash, janë me një pjesë që ju e vendosni sipas shkollave,
si funksionon pjesa që një skuadër do të përballet me tjetrën? Po, atëherë ne kena bërë një ditë që është inauguru e gjithë aktiviteti, ku janë dalë shortet, ku çdo gjimnast ka pas pjesëmarrësat e tyre, të cilë kanë tërheq shortin edhe kanë pasur me cilën skuadër do mëshën. Po, edhe oraret, pjesa tjetër, apo në bazë të përshtatjes morë të mësimit? Po, në bazë të përshtatjes morë të mësimit. Është shumë bukur. Dhe cilat përballje kanë qenë më të forta? Du me përmend Osokuka Pjetër me shkolla në futboll, te vajzat 28 nënori Osokuka në volejboll. Te volejbolli djemve sapo ka fillu faza e grupeve, a lujti neshje shumë e fort Haxhi Sheshamia me Osokuken, edhe ka neshje shumë e bukur për mu po. Po ashtu. Kur realizohen? Ka një vend specifik që realizohen? Keni caktuar një vend? Po, atëherë volejbolli është bërë tek shkolla Andre Mjeda, ndërsa futbolli është bërë tek Dëshmorët e Prishtinës. Janë gjithmonë këto dy shkolla që realizohen. Po. Pra këtu janë dy shkolla që ne kemi, mund të ketë publik, nëse unë dua të vi ta shikoja, mundem, është e mundur? Po tjetër, te futbolli kena hapësinë shumë më shumë, por edhe te volejbolli krijohet mundësia për marrëdhme po të tjerë. Janë zgjedhur të dy shkolla se ambientet e tyre ishin të reja, ishin të gatshme për mu realizu ky kampionat, e përbaloshin këtë volum neshjesh, përveç orëve të fiskulturës që bëjnë shkollat në atë vend. Edhe po shoh se edhe lojtarët janë të kënaqur me ambientet, kanë dhoma zhveshje, krijojnë mundësie më të mira për mu bë se sa disa vende që mund të realizojnë më përpara neshje të thjeshta. Mund të bësh një thirrje të gjithë të rinjve që të vinë ta shohin, sepse ndoshta më vonë do të jenë edhe më afër, edhe mund ta kenë edhe më për zemër si kampionat, sepse është realisht diçka shumë e bukur. Po atëherë patjetër që unë ftoj të rinjt që me kanë pjesë këtyne iniciativa dhe këtyne të nismave tona, se kush më mirë se të rinjt mund me përcjell mesazhin që Shkodra nuk ka me met kur mrapa, sepse jena ne ata që e shtym përpara edhe i ftoj që me kanë pjesë edhe me i motivu ata që janë duke lujt. Faleminderit, ishte një thirrje shumë e bukur këtë mëngjes, dhe falenderoj që e ndave me ne. Dua të kalojmë pak tek përbërja e grupeve. Sa vet ka në skuadër një skuadër futbolli, sa ka në përbërje një skuadër volejbolli, më trego pak nga detajet. Atëherë fillimisht tek futbolli, numrin e kena 10 persona që është komplet ekipi plotësuar. 5 janë në fushë edhe 5 janë zëvendësime. Atëherë zëvendësimet janë të lirshme, koha është 2 pjesë nga 20 minuta në futboll, ndërsa kur me kalu te volejbolli, 6 lojtarë janë fillestar dhe mrapa kanë edhe 6 zëvendësime të tjera, edhe do luhen fillimisht 2 sete me nga 25 pikë, edhe pastaj nëse dalin barazim luhet një set i dytë, i set i tretë me 25 pikë, po ashtu për me zell fituesin. Shumë bukur. Ka ndonjë ekip që mbështet këtë pjesë? Ka ndonjë ekip me, ndoshta themi trajner, pjesa që ndjekin rregullat, apo i bëni të gjitha së bashku me mirëkuptim? Jo, patjetër kena një grup arbitrash, kena fillu që kanë një pjesë arbitra që kanë mësuesa fiskulturë që s'janë asnjëherë në shkollë, por janë barabartë. Kena marrë edhe nxënës universitar që janë të kry për edukim fizik, që e njohin fushën e arbitrimit. Edhe arbitrimi një anë është shumë pozitiv, nuk kena pas asnjë lloj ankese deri tash. Shpresojmë që deri në fund mos me pas. Edhe po shohim se edhe pse kompeticion edhe konkurrenca rritet, e kanë kriju ekipet, trajnerët kanë kriju një edukim që mos më marrë me arbitrin. Arbitri ka vendimin e tij, nuk duhet me, ndoshta ai mund bëjnë gabime, bëjmë ton gabime, po thjesht duhet me kenë ton mirë kuptuese me një tjetrin. Andir, cili është roli jot në këtë kampionat? E shikoj që flet me shumë dashuri për këtë kampionat dhe është diçka shumë e bukur. Ishte unë e dhash idenë që në këshill që me bë këtë kampionat edhe unë imova nga të tjerë të tonë bashkë edhe organizume. Unë personalisht kam, përveç se kam realizu inaugurimin edhe shortin, bashkë me 2 pjesëtar tjerë, edhe kam pashtu kam vendosi kalendaret, vendosi datat, baj gati postimet në Instagram, në internet që mu pa për tjera. Pra je pjesa më rëndësishme organizimit, sepse është edhe vet ideja jote. Besoj që jeni shumë me fat që jeni rini që mbështeteni dhe keni ide tuaja dëgjohen gjithmonë.
Po e jotja, Gledis, cila është pjesa jote në këtë kampionat? Atëherë unë jam pjesë e këshillit vendor rinor, edhe për këtë arsye jam aktive edhe shkoj në ndeshjet që bëhen në mënyrë që me pa si është situata që gjaja me kanë sa më fair play. Po. Edhe jena disa veta që shkojmë, aktivizojnë atë në kohën që unë nuk mund dhe mi ditë, shkon dikush tjetër, edhe atë në kohën nuk rrinë, si më thanë, vendi kur bësh. Një staf mbikëqyrës, ndoshta që gjëja të shkoj sa më mirë dhe të ketë një mirëmbajtje sa më të mirë kampionati. Është i rëndësishëm stafi mbikëqyrës? Shumë i rëndësishëm, jena si grup koordinatorësh, sepse mu për vedi pak më ka ardhur shansi me shku me kënd staf mbikëqyrës, kena Gledisin që shkon shumë shpesh, kena disa të tjerë që e kanë për zemër me mbikëqyrë. Ata koordinojnë ekipet, majnë shënim goleshënusët, majnë shënim lojtarë që mund të kenë marrë kartona ose janë pezullum, edhe gjithçka që me kene drejt, edhe që për shembull në fund, kur ndahen ekipet me pikë barabarta, golavarazhi tjetë i drejt pra mos ndryshohet asnjë gjë. Si funksionon pasi të kryhen këto fazat eliminatore? Më pas kemi një përballje sërish me short? E kena të inaugurimi, e kena ndosh shortet edhe e kena vendos se cilin ekip me emrin e tij. Për shembull, po ditë ne se cili ekip ka me ra, është A1, dhe me thonë në grupin A, vendi i parë ka me lut me këtë vend të grupit, po ditë ekipet nga ne. Edhe e kena të vendosur në këta, edhe në bazë se si dohen, atëherë vendosen edhe kush ka me lut me këtë në çerk finale, gjysmëfinale edhe finale. Te futbolli kalojnë 2 vendet e para të secili grup, te volejbolli vajzave kalojnë 2 vendet e para po ashtu, ndërsa te volejbolli djemve dona me kalu te 2 grupet që janë me ka 4 ekipe me kalu 3 vende, ndërsa te grupi i tretë që janë me 3 ekipe me kalu 2 vende. Kur parashikohet të përfundojë si kampionat, pra sa mund të ketë kozgjatja? Atëherë kjo shikohet në bazë të kalendarit që besoj Andiri e ka pak më të qartë, mund na flasim shumë Andiri. Një nga qëllimet që ishte që mos me kanë shumë i shkurt, sepse edhe ekipet kërkojnë me lutë sa më shumë ndeshje, mos me eliminu qysh me një ndeshje, qysh një fillim, edhe kjo ishte ideja krijimit grupeve fillestare, që të paktën 2 ose 3 ndeshje me lutë secili ekip. Kozgjatja shkon deri në fund prillit, në fillim të majit, edhe deri atë pikë që kena mundësi që tonë gjimnazistët me Milan rëndësi, sepse mrapa kanë maturantët, kanë përgatitje, është pak më ndrysh. Po, provimet, është më ndrysh. Ideja që gjithë t'jenë të kënaqën edhe mos të bajnë vetëm të eliminohen me i loja të herë të mërzitën, për gjithë kenë mundësin me lujtë sa më shumë. Është një mendim shumë i mirë, sepse do të ndihen të gjithë të përfshirë edhe nëse eliminohen që në fazat e para. Një zgjedhje shumë e mirë kjo. Anditëri nga tregoj një ekip që ishte pak surprizë e momentit, a i parashikohet të fitoj këtë sezon, apo nuk i dihet, topi është i rrumbullakët dhe është pak e sikleqme të themi? Topi është patjetër i rrumbullakët edhe gjithçka mund nollin, por në grupin e vet është në vend parë për momentin, e ka siguru një vend edhe duke në vend parë lun me ekipin që del në vend dytë, te një grup tjetër, pra është një avantazh prap. Mendoj se ka një rrugë shumë gjatë edhe ka me pas ndeshje shumë vështira sepse ka fundi gjithë ekipet karikohen, edhe se fund me fushën nuk është fushë 11 nga 11, është fushë e vogël që sa mund nolli. Prandaj duhet me kenë përgatitur mos me marrë me letë, nëse i ta ka një short i lehtë ose një rrugë më e lehtë. Gjithmonë një pikë bën diferencën, kështu që një gol. Një gol. Dhe nuk i dihet se si do të shkojë. Ti që e mbikëqyrë se ndodh të shikosh ato xhelozit e vogla, sepse mes gjimnazeve ka gjithmonë këtë pjesën pak të xhelozisë që nga Osokuka duhet tash të jap maksimumin sepse nuk duhet ma kaloj 28-ta. Ka qenë gjithmonë kjo. Të paktën unë e kam përjetuar si ishtë nxënëse Osokukës, që gjithmonë kemi dhënë maksimumin të dalim më mirë si 28-ta. Ekziston ende kjo pjesë? Normal që gjatë momentit lojës tonë kanë atë egon edhe dëshiren për me e fitu, se kja është normale për derisa kanë marrë pjesë, kanë edhe qef me e fitu, por mas që marrën loja, gjithmonë janë që i shtërngojnë dorët kundërshtarit, janë gjithmonë supportuesa, edhe e falenderoj njëri tjetrin për lojën e bukur që kanë bërë. A është e vërtet kjo shtrëngimi i duarve, apo në një farë mënyre për të rënë në sy, ndoshta më mirë? Pjesërisht, disa janë që e bajnë tamam, sepse janë shtërëndin, disa janë se thjesht duhet me e bë, por
Besoj se është e kuptueshme edhe kjo pjesa e xhelozisë edhe pjesa e egos. Në një farë mënyrë është diçka pozitive, se të rrit të jep patjetër, rrit rivalitetin. Normal, kjo është ajo, si me thonë, një zjarr i mbrëmshëm i kampionatit që jep me shty konkurenca historike, si me thonë, estetisme ose kuken. Kena konkurencë midis gjimnazeve private që po surprizojnë ekipi atë tjetër me shkollë, sa shumë në të dyja sportet, edhe në volejboll dhe në futboll ka një ekip shumë të mirë, edhe një konkurrencë midis edhe shkollave që nuk është se a ditë për konkurrencë ma përpara, është kriju me kohën. Cilat kanë dalë tashmë? Po, kena për shembull një konkurrencë e re që kam pa vitet e fundit shkolla Adem Haxhia me Medrezën. I ta kanë në rasti me lysh shumë shpesh bashkë se di se është mundësia edhe kanë një kur luajnë ato dyja bashkë konkurrenca bëhet një ndeshje shumë e zjarrt. Sepse kur ka rivalitet të madh është një ndeshje jashtëzakonisht shumë e bukur. Do të kalojmë pak, ndoshta kalojmë pak pasdore në një farë mënyrë kampionatin dhe të flasim për ju të dy. Si jeti si një e re që jep për qytetin tënd shumë dashuri dhe shumë aktivitete, shumë kulturë, shumë... Duhet më tregosh pak më shumë për veten, për lidhjen tënde me Act for Shkodra, për lidhjen tënde me Këshillin Vendor Rinor. Më trego më fol pak për pjesën tënde të aktiviteteve në përgjithësi. Po, atëherën që e vogël jam marrë me aktivitete të ndryshme, si tek oratori Don Bosco dhe në përqendra tjera ku kam mujt me kontribu. Dhe këtë vit atëherën aplikova për me kanë pjesë e Këshillit Vendor Rinor, kalu me një fazë dhe u pranova, edhe tek Act for Shkodra gjithashtu jam pjesë. Më pëlqen që me kanë aktive edhe mos me kanë indiferente. Sepse në qëse unë shof një diçka që nuk shkon, ose në qëse unë kam një ide, kam qef për me e shprej atë ide edhe ku ma mirë se të Këshilli Vendor Rinor ose të Act for Shkodra. Sepse vetë Act for Shkodra është një nismë me të rinjve që dojnë me promovu ide të reja, ndryshime në Shkodër edhe që besojnë të bashkëpunimi. Sa bukur, është shumë bukur kjo pjesë dhe shumë bukur që jeni të rinj, shumë të apasionuar për të bërë gjëra të bukura për Shkodrën. Aktivitetet e Act for Shkodra po bien shumë në sy. Ti ke marrë pjesë, besoj, cilin mund të na veçosh? Mu me pëlqen shumë pjesa e pastrimit, qytetit, sepse veç Shkodra është një vend që pastron shumë vlera, kena lumej liçene shumë bukura. Kemi shumë bukuri natyrore. Po, që shumë vende nuk i kanë si i kena ne, dhe mendoj se pjesa më e rëndësishme është ne mi majt pastër ato vende, dhe jo vetëm pjesa e pastrimit, por pjesa e ndërgjegjësimit tek të rinjt më shumë që mu bë pjesë e këtyre iniciativave që krijohet edhe që jepet mundësia. Shumë bukur. Andir, po për ty, lidhja me Act for Shkodrën? Lidhja me Act for Shkodrën është një lidhje që unë si i ri me marrë pjesë në aktivitete gjigande që me nimu me kontribu për Shkodrën sa do pak. Unë do doja me veçu mjalljen e pemëve. A marrë një iniciativë, Urban Farming quhet, që mu mjallë pemë në për Shkodër, pemë frutore që mrapa kur të pas disa viteve që t'jenë gati me të kemi dhe frutin e tyre. Kemi dhe frutin që mund t'i konsumojnë lagjet ku janë mbjellë, si për shembull në Xhabie ose në Zdrale që janë mbjellë mbi 120 fidan totalisht. Totalisht. Pra është diçka shumë e bukur. Ju keni vënë dhe nga një fjongo e cila personalizon personin që e ka mbjellë. Keni ndonjë mënyrë tjetër që i dalloni? Pra, kjo është pema ime, kjo është pema ime, mbas disa kohësh? Përveç se kena vu këta fjongut, ta më shumë se nështë, ja vetëm për veti, po nështë dedikime për i shok, për dikët tjetër. Po ashtu, se cili për nesh ka përgjithësi të këto pemë me shku me mjallë, edhe nuk është se e harrojmë se cilin pemë është e jona, po ashtu nuk është të thonë shkoj me mjallë me dhe pemë u jisi me dhe pemë të shokëve, pemë të shoqëve, në tonë bashkë. Pra ju vetëm mbjellja, ju duhet të kujdeseni gjatë gjithë kohës për këto pemë që keni mbjellë. Keni ndonjë projekt në Act for Shkodra që mund të zbulojmë sot? I të shpëritesh janë halo në fazat e para, po kena surpriza shumë bukura në të ardhmen. Të zbulojmë diçka të vogël. E shikoj që e pak i rezervuar dhe në siklet, por në emisionin ton janë zbuluar shumë gjëra, kështu që mos të ndjej fare në siklet. Po kemi prap një nismë pastrimi, edhe ma gjigande se e Velipojës, nështë në një vend caktum tjetër në rreth Shkodrës. Kja është një diçka që mund të thëmë. Diçka që mund të thuash. Diçka ofert.
Ajo e Velipojës ishte e mrekullueshme. Do të thënë ka bërë bujë në të gjithë Shqipërinë dhe ju ishit protagonistët e saj. Si ju ka bërë të ndiheni? Normal që na bën mundi mirë, sepse kur merr edhe për masa që të madhe, që të rinjtë e shohin atë shumë, na bën me kuptu që mesazhi jonë është përcjell ashtu siç ne kena dashur. Edhe normal që na bën mundi shumë mirë dhe i ftojmë shumë që të rinjtë mu bë pjesë e këtyre nismave. Edhe dish na përmend faktin që përveç mjedisit që ne kujdesena, nuk lajmë pas doret edhe pjesën e të moshuarve, tek shtëpia e fëmijës, ku kena bërë aty shumë aktivitete, dhe mundohena që t'jena gjithë përfshirës, pra çdo lloj bushllëkut mundohena ta mbushim sa më shumë. Çfarë ju përmbush ju më shumë? Ju përmbushni bushllëqet që janë ndoshta prej vitesh në Shkodër, si ndonjë pjesë e pastrimit, ose të rrini pranë të moshuarve, të jeni pranë fëmijëve që nuk kanë ndoshta prindrit. Çfarë ju përmbush ju më shumë? Diçka që ti do të thuash gjithmonë që unë do shkoj ta bëj me dëshirën më të madhe kur do të më kërkohet. Atëherë mund përmbush shumë fakti që kur ne shkojmë tek shtëpia fëmijës ose tek shtëpia të moshurve, ne shohim fytyrat e tyre që janë me shumë gëzim edhe me zi presim që ne me shku atje, edhe na mirëpresin me njatë sa ata kanë mundësi, edhe kjo më bën gjithmonë që mundi mirë, edhe sa herë që të më japet mundësia me shku si tek shtëpia fëmijës, cilë kanë nevojë për shumë dashuri, si tek shtëpia të moshuarve që prap kanë nevojë për shumë dashuri apo për mbështetjen tonë. Andrej, për ty? Për mu, ajo që më jep arsyeja që unë vazhdoj edhe i jap vetit edhe më shumë të marr pjesë në këtë aktivitete është lumturia që shafte njerëzit rreth rrotull, njerëzit që ndikohen nga këto aktivitete që bëjmë, se përveç se i bëjmë për veti, për me të ndihmu qytetin tonë, kur shohim se edhe qytetarë tjerë të Shkodrës janë krenar për gjanat që bën rinia e Shkodrës, atëherë kemi përshtypjes më tepër me bë edhe më shumë. Të bësh gjithmonë dhe më shumë, dhe është diçka shumë e bukur mbështetja e kryetarit të bashkisë ndaj jush. Ju bën edhe kjo që të ndiheni më afër çdo projekti ndoshta, ose ju bën të sigurt që nëse ju orientoni një shok, apo afroni një shok tek Act for Shkodra, e dini që gjithmonë ideja e tij do të dëgjohet dhe do të vihet në konsiderat? Patjetër, kryetari i bashkisë është gjithmonë në mbështetje tonë në çdo ide e vogël, ai është afër, ne bëjmë lidhje shumë shpesh ky javë, ky 2 javë për ide të reja që më bën një brainstorm, edhe ai gjithmonë është i gatshëm për idenë më të vogël me na dhënë mbështetjen dhe kontributin në bashkisë. Dhe në animon shumë fakti që idetë tona nuk ngelin vetëm idetë tona, por na bashkohet dikush i cili në animon edhe për çdo inaugurim aktivitetesh që kena basi edhe tek kampionati sportiv, kryetari ka kanë aty edhe te mbledhja siç e tha Ndiri, është gjithmonë i gatshëm për me na ndihmu edhe me kanë aty me ne. Kjo është diçka shumë e madhe, sepse ju e dini që nuk jeni asnjëherë vetëm, keni një mbështetje shumë të fuqishme. Dhe vërtet jeni të rinj që duhet të jemi krenar për ju dhe për atë që ju bëni. Duhet të di sa persona mund të kenë ende dëshirë të vinë, sepse unë kam dëgjuar shumë që të rinj duan të jenë pjesë e Act for Shkodra. Mund të orientosh pak Andir si mund të bëhen pjesë, mund të jenë një thirrje ndoshta. Më trego ti diçka më shumë se si ose pse këta të rinj duhen të bëhen pjesë e Act for Shkodra. Këta të rinj duhen të bëhen pjesë për Act for Shkodra nëse duhen me ndihmu vetë qytetin e tyne, vetin e tyne, edhe mënyra si mund të marrin pjesë është komplet e thjeshtë. Ne kena shpërndarë në gjitha shkollat, në gjitha nëntëvjeçare, gjitha degët të universiteteve të Shkodrës. Dhe kena kriju një grup me persona që janë të interesuar, grupi është gjigant në WhatsApp. Kena kriju një komunitet më sakt, edhe aty nisim çdo lloj njoftimi, çdo lloj planifikimit, edhe i ftojmë ata pjesëmarrësit që janë te grupi, me thirrje sa më shumë shok të ri, nuk është problem që s'ke marrë pjesë më përpara, gjithçka ka një gjithmonë e kena një herë të parë. Një herë të parë, dhe nuk duhet të kemi siklet, sepse grupi është shumë i mirë, është shumë mbështetës. Mikpritës. Dhe kemi një moshë të caktuar, për shembull nëse unë dua të bëhem pjesë e Act for Shkodra. A mund të bëhem pjesë apo ka një moshë, ka një limit moshe, sepse Andiri përmendi gjimnazet, dhe gjimnazi është deri në 18 vjeç. Jo, çdo kush mund me kanë pjesë, pasi ne në faqen e Instagramit, kur thona që do na bë këtë aktivitet për shembull pastrimin, gjithmonë japim vendodhjen e nisjes për ku e bëjmë, deri ku japim orarin edhe thona që çdo kush që don të bashkohet, që don të kontribuojë për qytetin, mund me kanë pjesë.
nuk ka asnjë lloj kufizimit. Dhe si mund të bëhem unë për shembull pjesë e Act for Shkodra, ku mund të aplikoj apo ku mund të shkruaj, sepse kam dëgjuar që ka shumë të rinj që janë kurioz për këtë. Në fillim kena 2 faqe Instagramit, kemi faqen Instagramit të Këshillit Vendor Rinor edhe faqen Instagramit të Act for Shkodra. Që i ftojmë dhe të gjithë ju bëjnë follow. Normal. Këto është mënyra më e thjeshtë, mundeni me na kontaktu pjesëtarëve të Këshillit Vendor Rinor, mundeni me kontaktu me drejtuesit e shkollave që merrni pjesë, edhe ata kanë informacion lidhje me këto nisma tona. Edhe nëse një person me të vërtetë me marr pjesë ka krejt lehtë. Është shumë e thjeshtë, jeni gjithmonë pranë personave që duhen të bëhen pjesë dhe jeni gjithmonë pranë këtij komuniteti të mrekullueshëm. Ju falenderoj shumë të dyve, jeni të dy shumë të mirë dhe jeni gjithmonë të mirëpritur në Info Plus. Tashmë patjetër do të kemi një emision tjetër kur të kemi mbylljen e këtij kampionati të mrekullueshëm. Faleminderit Andir. Kënaqësi. Faleminderit bukuroshe, faleminderit, ishte shumë kënaqësi që ishe pjesë e emisionit. Faleminderit. Faleminderit dhe të gjithëve ju që keni qëndruar me ne deri në këtë momente në Info Plus. Takimi radhës së bashku nesër.